Nëse doni të zhdukni thinjat për gjithmonë, zgjidhjen e keni në kuzhinën tuaj. Zakonisht shfaqen pas moshës 30 vjeçare, por dalin edhe më herët. Zgjidhje për shumë gra është lyerja, por nëse doni që të shmangni këtë mënyrë, natyra është e gatshme për t'ju ndihmuar. Do me thënë, flokët e thinjura mund t'i mbuloni me lëvoshkën e patates. Mjafton që të përgatisni ujë me lëvoshkat e patates për shpëlarjen e flokëve. Merrni 5 patate dhe qërojni ato. Lëkurat e patateve i vendosni në një tenxhere. Më pas shtoni 2 gota ujë të ftohtë. Duhet ta zieni për të paktën 5 minuta. Pasi të jetë ftohur plotësisht, kullojini lëngun. Shtoni disa pika vaj esencial për aromë dhe hidheni masën në një kavanoz qelçi. Përdoreni atë pas larjes së flokëve 1 ose 2 herë në javë. Kjo zgjidhje e lehtë ndihmon në zhdukjen e flokëve gri.